Sulm me thik midis sheshit në Prishtinë, rasti vrasje në tentativë të përfshirë të mitur. Në vende që zakonisht shërbejnë për relaksim, shëtitje, takime e aktivitete të tjera, ndodhen edhe incidente të dhunshme, të cilat e tronditin sigurinë dhe qetësinë publike. E një rast i ngjashëm ka ndodhur edhe mbrëmjen e 27 dhjetorit në sheshin Ibrahim Rugova në Prishtinë. Rreth orës 22:30 i mituri A.G. 16 vjeç është sulmuar me thik në stomak dhe ka pësuar lëndime të rënda, për të cilat ka marrur trajtim në spital, e që gjendja e tij është stabilizuar pas ndërhyrjes mjekësore. Policia ka nisur hetimet dhe ka identifikuar disa persona të dyshuar që mund të jenë të përfshirë në këtë akt të dhunshëm. Më 29 dhjetor është identifikuar dhe shoqëruar në polici i mituri O.B. 14 vjeç, i cili është intervistuar në prani të avokatit mbrojtës. Gjersa në kuadër të hetimeve, policia ka identifikuar edhe një të mitur tjetër, E.B., që nuk është gjetur në adresën e tij të banimit, po ashtu hetuesit janë në kërkim të miturit të tretë, D.B. Hetimet janë në zhvillim dhe autoritetet po bëjnë përpjekje për të zbardhur të gjitha rrethonat dhe për të ndjekur penalisht personat e përfshirë në këtë rast.